Përshëndetje të dashur miq dhe mirëserdhet. Vazhdojmë përsëri me përgatitjet e radhës të menyve të iftarit. Sonte do të përgatisim fileto pule, por kësaj radhe do t'i bëjmë në një mënyrë pak më ndryshe. Për sa persona do ta gatuani, aq fileto pule edhe do të përdorni. Unë këtë menü iftari po e bëj përshtatshme për 5 persona, andaj këtu kam përgati 5 fileto pule, cilat do të vazhdoj që t'i marinoj. Për marinimin e filetove të pulës do të përdor erëza të përziera. Hudër në pluhur. I rrotullojmë edhe nga ana tjetër dhe i marinojmë edhe nga kjo anë. Tani marrim një tigan dhe aty shtojmë pak vaj ulliri. Vazhdojmë i fërgojmë filetot e pulës tek vaji i nxehur për disa minuta në të dy anët derisa të na marrin një ngjyrë të bukur. Pas e sigurohemi që janë skuqur mirë, i largojmë nga tigani dhe i rendisim në një tepsi. Tani tek tigani i njëjtë ku i fërguam filetot e pulës, shtojmë pak gjalp dhe presim derisa të na shkrihet. Tani tek gjalpi i shkrir vazhdojmë t'i shtojmë dhe t'i fërgojmë perimet. Fillimisht do të shtojmë një qepë të madhe të bluar imet në blender. Shtojmë edhe një spec jeshil, njëjtë e kam bluar në blender. Dhe në fund shtojmë edhe 300 gram këpurdha të konzervuara, cilat gjithashtu i kam bluar në blender që të bëhen më të imta. Vazhdojmë dhe i fërgojmë në zjarr mesatar për 3-4 minuta, derisa perimet të fërgohen dhe të zbuten mirë. Vazhdojmë e përgatisim salcën që do të shtojmë sipër perimeve. Në një pjatë kështu të vogël shtojmë 150 ml me qumësht. Tek qumështi do të shtojmë një lugë të mesme ose të sheqerit me një shiste. Përzijemi mirë që të sigurohemi që brenda nuk do të na mbesin trupa dhe që salca të na bëhet kremoze. Si që perimet janë fërguar mirë për disa minuta dhe janë zbutur, vazhdojmë që brenda ta shtojmë përzierjen e qumshtit me një shiste. Shtojmë edhe pak kryp. Përzijemi mirë dhe e zijemi vetëm për 2 minuta derisa të trashen pak dhe të shteret të gjithë lëngu. Dhe tani salca për mbushjen e filetave të pulës është gati. Dhe vazhdojmë sipër secilës filet pule me kujdes shtojmë nga salca që e përgatitëm. Është një super recetë, sidomos për iftar e sidomos nëse keni të ftuar mysafir. Jam e bindur që do ta pëlqeni shumë edhe shihen edhe rezultatin final të kësaj pjate. Tani sipër secilës file pule shtojmë kashkavall të bërë në rinde. Kashkavall mund shtoni sipas shijeve të juaja. Ti mbuloni atë sa keni dëshirë. Sa më shumë kashkavall, bëhen më të mira. Vazhdojmë tani që t'i pjekim në furrë. Furra është e parangrohur mirë në 250 gradë, do t'i pjekim brenda dikur përafërsisht 10 deri në 15 minuta, derisa të shohim që kashkavalli sipër ka marrë një ngjyrë më të bukur. Dhe të dashur miq, filetot e pulës i kemi gati. Vazhdojmë të shërbejmë dhe të shijojmë për një iftar të shijshëm, të lehtë dhe plot shije.